Sot do të flasim për romanin e ri Shtëpia pa pasqyrë e për gjithë krijimtarinë e saj letrare. Profesoresh, mirë se erdhe dhe urime për romanin e ri Shtëpia pa pasqyrë. Faleminderit Vera për ftesën, edhe ti e di që te ty vi gjithmonë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë dhe unë të pres gjithmonë me shumë kënaqësi. Ç'është kjo shtëpi pa pasqyrë në romanin tuaj? Shtëpia pa pasqyrë, faktikisht në romani fillon me një shtëpi ku vërtet nuk ka pasqyrë, po është një metaforë e pak më e thellë, e një njeriu e vetes, e një veteje, së cilës i mungon një pasqyrë. Edhe nuk ka, besoj, frustrim më të madh për njeriun se sa mos me pa veten në pasqyrë. Aq më tepër në kohën e sotme, kur jemi të gjithë para telefonave, të gjithë para selfie është modë, jetojmë në epokën e selfit, dhe vetëm për një moment ta imagjinosh sikur mos ta kesh atë mundësinë që ta shikosh veten, çfarë do të krijoj, çfarë frustrimi të krijon. Por ideja që e lidh, domethënë, gjithë romanin është ajo pyetja që vjen që nga antikiteti, njëri një vetveten. Dhe pyetja që rrjedh tani prej kësaj. A je ti njeriu që ti mendon se je, ose a je ti njeriu që doje ti ishe? Dhe kjo të kthen në një kohë shumë të largët, në një kohë kur akoma njeriu ishte në gjendje të pastër, në gjendjen më të pastër të mundshme, është ajo fëmiria që ne sot nuk e kujtojmë, sepse është si themelet e shtëpisë që janë të mbuluara me dhe, por sa më të forta janë themelet, aq më shumë qëndron shtëpia. Sa më dobta janë themelet, mjafton një stuhi dhe shtëpia rrëzohet. Pra, nga ato themele që ne nuk i shikojmë, janë ato themelet, është ajo mosha deri në 4 vjeçare që njeriu nuk e kujton, ose kujton gjëra shumë pak, duhet jenë shumë të forta që i kujton. Po ato janë themelet tona, të personalitetit ton. Dhe me thënë ka qenë ajo pyetja, ajo kërshëria, intriga që besoj që secili nga dëgjuesit e ka. A jam unë ai personi që kisha planifikuar për vete? Përmes këtij personi që thata jam unë, ai personi që kisha planifikuar për veten, mos merret edhe shoqëria jonë në tërësi? Po, se përmendët dhe metaforën. Po, atëre është unë jam, ju e përmendet më herët, po sigurisht dëgjuesit nuk e din, profesioni im është unë jam gjuhëtare dhe jam e specializuar në analizë konversacioni dhe analizë të diskursit, veçmas analizë kritike të diskursit politik. Dhe ajo çka bëjmë ne është që merremi me materiale me gjuhë, të cilën e analizojmë kontekstualisht, qoftë një fjalë vetme ose një tingull ose një gestikulacion që për të tjerët mund të kaloj, për njerëzit e zakonshëm kalon në mënyrë krejt të parëndësishme, për ne konversacionalistët është shumë e rëndësishme. Çdo gjë në bisedë është shumë e rëndësishme, sepse gjuha e njeriut është e qëllimshme. Dhe çdo gjë, çdo gestikulacion, çdo qëndrim të trupit, buzëqeshje, të gjitha kanë kuptimin e tyre pse janë. Pra, merrem me diçka konkrete. Edhe kjo kur në momentin që them që po nisem nga vetja, nga autori që shkruan, nga personazhi kryesor që është aty, duke analizuar një personazh, do të thënë, duke krijuar atë personazh, ajo është thjesht çdo personazh është miniatur e një grupi shoqëror, një grupi më të gjerë. Ndaj edhe në këtë roman janë 3 linja kryesore, është Lena, Niku dhe Serena, dhe të 3 janë miniatura të 3 grupeve shoqërore, por edhe etnike. Edhe etnike? Po. A janë histori reale? Jo, për arsye se
çfarë kuptimi ka, domethënë nëse arti duhet të imitoj realitetin, nuk e di, domethënë nuk më pëlqen ai lloj shkrimi. Por janë të inspiruara nga histori të vërteta. Sigurisht që inspirimi është te realiteti. Letërsia dihet që zbukurohet me figura stilistike. Zbukurohet ose do ta kisha thënë kornizohet, sepse vjen në pa gjërat që ti do t'i tregosh të një realiteti, po, se është një pjesë aty është një pjesë në roman që flitet për luftë. Normal që ato histori nuk janë ashtu si unë i kam përshkruar, por ajo që do të ndjej lexuesi ajo është reale. Ajo që lexuesi do të perceptoj nga i shkrim. Dhe pak ka rëndësi, domethënë a ka ndodhur vërtet ashtu, apo jo se mund të ketë ndodhur shumë më keq se ashtu. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është ajo që lexuesi përjeton. Romani është shkruar për Kosovën? Edhe për Kosovën. Edhe për Kosovën. Në fakt ja kam kushtuar Kosovës, edhe sepse në fakt është një roman për miqësinë, roli, domethënë miqësia ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë roman, ndoshta rolin më të madh e ka miqësia, raportin që ne kemi me shoqen, me shokun. Por ja kam kushtuar Kosovës sepse jam frymëzuar nga historia, domethënë e këtij populli, dhe aq më tepër kur sot e shikoj te studentët e tanë që din shumë pak ose as pak për të kaluarën e tyre, që neve brezit tonë na duket sikur ka ndodhur dje, apo jo? Ne akoma vazhdojmë jetojmë në sikur të jetonim me ato ngjarje. Edhe është e çuditshme që studentët sot nuk din asnjë gjë. Për shembull, un kam organizuar një takim, do ta kem tani me shkrimtaren, gazetaren, poeten Ilire Zajmi. Dhe organizimi do t'jetë un treno për Blac, një tren për Blac. Pse? Sepse studentët e mi nuk e din çka është Blaca. Nuk e din. Dhe është një ngjarje që është e freskët. Ne na duket e freskët. Kush është fajtor për këtë? Teknologjia, shkolla, familja, apo mos interesimi i tyre për ju duket diçka kot? Ndoshta sigurisht të rinjve u duken si pralla që ne mund të tregojmë, po sepse deri në momentin që ne nuk i tregojmë, ne e dim t'i egzagjerojmë gjërat, ose t'i bëjmë shumë patetike dhe për ata bëhen të mërzitshme, ose i banalizojmë që sërish për të rinj bëhen refuzuese, dhe duhet të gjejmë ato mekanizmat që ta transmetojmë historinë tonë në mënyrën sa më edhe reale, po sa më që të shërbej si një mësim për me dita ata se nga vinë, se ata nga i qielli nuk kanë ardhur, nga ne kanë ardhur, që me na kuptu dhe ata ne pse jemi në këtë mënyrë dhe jo në një mënyrë tjetër. Pra pse jetojmë kështu, se kemi një të kaluar, dhe këta fëmijët e tanë, domethënë, e kanë një të kaluar që ju përcillet në mënyrë të pavetdijshme nga ne, nga prindrit. Dhe ta dinë rëndësinë e të diturit të historisë, sepse për që tjetër, po të paktën të shërbej për të njohur. Sikur për asnjë gjë tjetër, se shpesh janë mësuar me këtë historia që nuk njihet përsëritet, historia që harrohet përsëritet, po këto tani kanë kaluar në për formula, dhe kur kalojnë në për formula bëhen pak të besueshme. Profesoresh, keni edhe romane, libra të tjerë. Përmendim këtu Ikje, Gërsheti, Prerë, Fillimi i një fundi. Përmendim këtu dhe romanin Ikje, për të cilin janë vlerësuar me çmimin Anton Pashku nga Ministria e Kulturës e Kosovës. Na fol pak për temën e këtij romani, me që keni marrë këtë çmim kaq të rëndësishëm. Po, faktikisht është i vetmi çmim që ka marrë për letërsi. Por i rëndësishëm, dhe me emrin e një autori shumë të rëndësishëm. Por për mua është çmimi më i rëndësishëm që ka marrë dhe mund të marrë ndonjëherë, sepse Anton Pashku është një figurë e jashtëzakonshme. Dhe fatmirësisht
ne vim, nuk kemi shumë, por jemi edhe reflektim i punës së tyre në një mënyrë apo në një tjetër. Kemi pas shtylla në të kaluarën tonë që na kanë inspiruar dhe kemi vazhduar rrugën e tyre. Imagjinoni një popull që nuk ka të kaluar. Sa i varfër është. Kështu që prandaj për mua ka qenë çmimi më i rëndësishëm. Romani Ikje, Nga kush duhet? me i krejt, aty të gjithë personazhet ikin nga diçka. Nga diçka. Edhe aty flitet për Kosovën, sepse personazhi kryesor është një përkthyese, e cila vjen nga Shqipëria në Kosovë për të gjetur vllajën që e ka të zhdukur në luftë, Gurin. Dhe kjo vajza shumë e re vjen për herë të parë këtu dhe ideja është që duhet ta kthej Gurin në shtëpitë vet. Pastaj mbas shumë peripecive, do me thënë që ajo, imagjinoni ata vera atje di pas luftës se qysh ka qenë këtu në Kosovë, ka qenë e tmerrshme. Ky personazh kryesor punon në KFOR si përkthyes dhe nëpërmjet punës së saj janë edhe fragmente të ndryshme nga lufta, se kësaj duhet të përkthej. Do me thënë janë të dhëna në mënyrë pak më ndryshe. Pastaj personazhi Vjosa, se quhet Vjosa, shkon në Francë, jeton në Francë, do me thënë historia zhvillohet në Antibes, në jug të Francës, ku Vjosa punon si ndihmëse, që i ndihmon një djali, Arno, i cili ka mbetur i paralizuar dhe nuk flet. Vjosa është ajo, ta quajmë ndihmësja, ajo që shtyn karrocën e Arnos. Arno është një djalë shumë i pasur, i cili ka pas një aksident, ka rënë me parashut edhe është reduktuar në një qenie që ai e quan të tepërt më në këtë botë, sepse sheh që të gjithë njerëzit i largohen, edhe e dashura e vet është ndërruar në një qenie që është barr për secilin. Dhe thot ai i vetmi person që atë duron është Vjosa, ose ati duket se e duron, megjithse ai nuk flet, me Vjosën ai komunikon. Dhe komunikimi i tyre është i tillë që secili rrëfen historitë e veta. Janë të dy në moshatar, të dy që vinë nga dy botë komplet të ndryshme, nga një të kaluar komplet të ndryshme, por që në fundit, duke njohur njëri tjetrin, ata zbulojnë të përbashkëtat që kanë me njëri tjetrin. Edhe sa e përbashkët ka qenë, sa i njëjtë ka qenë jeta e tyre, edhe pse zhvilluar në dy vende tërësisht të ndryshme. Kjo është ideja. Faleminderit për këtë shpjegim që na risolli tek dëgjuesit tanë për romanin Ikje. Profesore Ishmajlinda, është e pamundur të mos flasim me ty edhe për Atzerplumin, Franceskanin e fundit. Ju keni punuar dikur në Radio Televizionin e Kosovës dhe si gazetare atëherë jeni gazetarja e fundit që e keni intervistuar. Çka do të ndanit me dëgjuesit e Radio Kosovës nga ai takim? Ndoshta jo edhe nga kjo pjesa zyrtare, se intervista mund të shikohet në YouTube, por nga ajo pjesa më private që keni biseduar. Unë thjesht kam qenë në vendin e duhur, në momentin e duhur, nuk kam bërë asnjë gjë të jashtëzakonshme, kam qenë njeri me fat shumë të madh. Që e kam takuar atë njeri, edhe që e kam marr urimin dhe bekimin e tij, sa i ka qenë prift në fundit. Sot kur e kujtoj, që nuk do ta harroj kurrë, domethënë fytyrën e tij, nuk do ta harroj kurrë atë shikimin e tij, atë Zefi ishte në ditët e fundit jetës. Por megjithatë, kur i thash që vi nga Kosova, nuk ka gjë që nuk e bëjmë intervistën, unë do të vi thjesht për t'ju takuar. Tha jo, ti do të vish dhe do ta marrësh edhe kamermanin me vete.
Dhe kur u futa në atë zyrën e tij, ku ishte, i mblodhi të gjitha forcat të ngrihej në kamp me një shikim prej ujku, me të vërtet prej ujku, dhe ka qenë një emocion shumë i madh, për arsye se atë Zefi ka ndenjur me mua mbi 3 orë, më ka çuar në vendin ku e kanë torturuar. Aty akoma është një kryq i madh ku i kanë lidhur dhe i kanë torturuar. Priftrinjt, po dhe jo vetëm priftrinjt. Më ka treguar qelinë e tij, që unë kur e kisha lexuar librin dhe aty në atë qeli ishin 10-12 vet, nuk më kujtohet tani, pak rëndësi ka. Kur e kam parë realisht, ajo qelia ishte aq e vogël sa që kam mbetur e shokuar. E atë Zefi qeshte tërkohës me mua. Tërkohës i merrte ato që kanë kaluar, më thënë. Një forcë e jashtëzakonshme dhe ka qenë për mua ma ka ndru komplet jetën, domethënë. Mënyrën se si e shikoj jetën, po më ka ndiku shumë në karakter, sepse e kam shumë të vështirë të bëj kompromise për disa parime. Po? E kam shumë të vështirë të bëj kompromise, urrej ndoshta veten për atë, po sa herë i vën diskutim, a ja vlen apo jo, pse, gjithmonë më kujtohet më kujtohet atë Zefi më së pari, po dhe gjithë këta franceskanët dhe jo vetëm, çfarë është dashur ata që të durojnë dhe nuk kanë bërë kompromise. A unë për budalliqe, për gjëra krejtësisht banale duhet i bëj? Jo. E ky ka qenë një impakt shumë i fortë. Që kur kam shkruar pastaj romanin fillimi një fundi, aty është një prift që e ka emrin Uk. Dhe ai prifti edhe pse historia zhvillohet në 1600-ën, domethënë, është e çuditshme që një prift ta ketë emrin Uk, se nuk ka prift me emër Uk, do ta ketë Francesco apo do të ketë një emër shenjti. Kjo ka qenë tërësisht e qëllimshme, sepse në mendjen time, ai prifti që është aty, ai është atë Zefi. Po, pra, kur i përmende syt, ma mori mendja, syt e Zefi. Sepse syt e tij kanë qenë të tilla dhe kur e mendon që ata e kanë futur në burg që 17 vjeç. Dhe herë ka dalë, herë është futur nga burgu, domethënë deri në 90-ën, është një sakrificë e jashtëzakonshme, është një rezistencë e jashtëzakonshme. Ka rënuar për të treguar, pra. Është disa njerëz unë mendoj me të vërtet që nuk janë rastësisht në këtë botë. Janë për një qëllim. Për një qëllim të caktuar. Ndoshta secili prej nesh, ndoshta unë mendoj që asnjëri prej ne nuk është rastësisht këtu, secili prej ne ka një qëllim. Po ata ndoshta e kanë zgjedhur atë qëllimin, me i bën një të mirë njerëzimit. Siç ishte atë zefthumi bashkë me të tjerët. Gjithë ato sakrifica që i kanë kaluar gjithë jetën, vështirë se edhe të besohet që ka jetuar gjatë. Nuk ka dashuri më të madhe se sa kur njeriu sakrifikon jetën për të tjerët. Kështu që ata që e kanë mbar, fatmirësisht, në popullin tonë është dash shumë ta bëjnë, shumë, se ne historikisht gjithmonë kemi sakrifikuar për të tjerët. Kështu që brenda vetes ne jemi popull shumë i mirë. Shumë i mirë, i jashtëzakonshëm. Vetëm ne duhet ta njohim, të kemi guximin ta njohim pak veten ashtu, ta nxjerrim një pasqyrë nga e kemi dhe vërtet ta shikojmë veten, se ne jemi popull shumë i mirë. Profesoresh, se po na ikin minuta, duhet ta bëj edhe një pyetje. Jeni profesoresh në Universitetin e Prishtinës dhe drejtoresh e Institutit të Gjuhës dhe Kulturës Italiane. Sa janë të interesuar studentët, pra të rinjt, për gjuhën italiane sot? Çdo ditë më shumë. Çdo ditë më shumë. Kur e kemi rihapur katedrën, që ka qenë e mbyllur për disa vite, sepse profesori që ka qenë më përpara ka ndruar jetë, ka qenë një skepticizëm, sepse në Kosovë nuk ka traditë. Në fakt, Kosova është i vetmi vend Ballkan i cili nuk ka një program të studimeve të italishtes, të gjuhëve romane, ka vetëm frëngjisht.
Sepse ndoshta mendojnë që jemi akoma në shekullin e 18 kur Franca ishte superfuqi edhe harrojnë që Italia është vendi i cili mban mbi 70% të pasurisë botërore të kulturës. Pasuria e UNESCO-s është 70%, jo vetëm arkiva. Po në pasuria e UNESCO-s mbi 70% ndodhet në Itali. Në Itali kudo që shkon është një copë arti. Arti jashtëzakonshëm. Dhe ne nuk do bëhemi gjithë doktora, as do bëhemi programera, por edhe nëse bësh programer do programosh diçka për kulturë. Kështu që italishtja është e domethënë është e çuditshme, që mund të mbetej pa një program të studimeve. Për arsye se ka jashtëzakonisht shumë për të ofruar. Unë flas për kulturën se ajo është gjëja që dua, po s'është vetëm kultura, po shkenca, po arsimi, niveli i arsimit që është në Itali. Italia ka jashtëzakonisht shumë për t'i ofruar, jo vetëm Kosovës, po botës, edhe i ofron jashtëzakonisht shumë, por kuptohet gjuha është ajo ura, se ne flasim me gjuhë, me gishta nuk mund të mësojmë shkencën. Gjuha ajo që i lidh popujt, që i lidh edhe që i ndan. Domethënë interesimi është Interesimi është duke u rritur në gjithë Kosovën, jo vetëm te ne, po dëgjoj edhe kurse private, gjëra është duke u rritur, ka mungesë të madhe të mësimdhënësve të italishtës. Kështu që do të shikojmë bashkë me dekanin, me fakultetin e filologjisë, do të shikojmë modalitetet se si mund të ecim për ta zhvilluar më shumë. Jemi gjithë interesuar, kështu që kjo është gjë e mirë. Pastaj sigurisht. Të shohim. Libri i radhës cili do të jetë pyetja e fundit. Okej, po e zbuloj këtu sepse libri i radhës është gati. Është gati. Faleminderit që po e thuan këtu në Universitetin Letrar. Në Universitetin Letrar, pra libri i radhës është gati. Titullohet Arti i pushtetit dhe janë akte gjuhësore në diskursin politik shqiptar. Nuk është roman, sigurisht se kuptuar, por është analizë kritike e diskursit të politikës shqiptare. Dhe aty fillojmë që nga Enver Hoxha, vazhdojmë te Hashim Thaçi, te Albin Kurti, te Aleksandar Vučić e të tjerë. Do të keni mundësin për ato gjëra që ne filluam bisedën pikërisht duke treguar se unë me çka merrem profesionin tim. Aty do të keni mundësi t'i shikoni konkretisht, domethënë se si e dekonstruktojmë të gjitha atë ligjërimin politik që ne na bën pastaj të shkojmë të votojmë për ata që na mbushin mendjen më mirë, që din më mirë me na mbush mendjen. Me shiku pak përtej asaj që dëgjohet. A ka ndryshim të madh ose progres në këtë diskurs që nga Enver Hoxha deri sot? Jo, sepse strukturat mentale që krijohen, nuk krijohen shpejt, krijohen me ngadalë dhe mbeten shumë gjatë. Me thënë, George Lakoff, që është një nga gjuhëtarët e gjuhësisë kognitive që unë e dum më së shumti, thotë kur shpjegon strukturat gjuhësore dhe strukturat mendore, thotë janë struktura të vjetra të mbushura me material të ri. Struktura të vjetra të mbushura me material të ri. Ne vazhdojmë akoma ham në pjatë, pjata mund të jetë e bardhë, me lule, po gjithmonë është një strukturë pjatë. Ne supën e ham në pjatë, nuk e ham me lugë, e ham jo me pirun. Pra, varësisht çfarë supe ne hedhim aty brenda, gjithmonë na duhet një pjatë dhe na duhet një lugë. Pra, kështu funksionon edhe gjuha dhe strukturat mentale, pra që se gjuha kur ndikon direkt në mendjen tonë, ajo aktivizon ato struktura mentale që ajo do, dhe jo të tjera. Kështu që unë mendoj që ata që do ta marrin librin, dhe nuk është vetëm për studiues, me qëllim e kam bërë që mos jetë vetëm për studiues, është për çdo qytetar që do të mësoj pak më shumë, jo vetëm për t'i kuptuar të tjerët, që tek e fundit si qytetare kemi detyrë të jemi të vetëdijshëm për çka besojmë dhe për çka votojmë, ajo nuk mund të bëhet pa dije. Sepse dija është pushtet.
jo pa qëllim quhet libri Arti i pushtetit, sepse politikanët janë artistë. Faleminderit shumë që ishte shumë kënaqësi, urime edhe për librin e radhës. Sigurisht, siç na shpjeguat, është shumë interesant dhe duhet ta lexojmë patjetër në momentin që del në treg. Do të dalë shumë shpejt sepse do të botohet nga shtëpia botuese Armagedoni. E përshëndes Beratin për gjitha të përkushtimin për ta bërë sa më mirë që mundet. Kështu që besoj shumë shpejt do të jetë edhe për të gjitha ata që e duan. Faleminderit Vera për ftesën. U knaqa. Dhe unë u knaqa me gjithë këto informacione, këto gjëra të bukura që na i tregove. Mua nuk më pëlqen shumë të flas për veten edhe evitoj të dal për intervista, gjëra. Po me zi të zura, kështu që nuk të lëshova. Po mendoj që ndoshta edhe unë duhet ta ndroj pak këtë qasjen, duhet jem pak më prezente. Duhet jesh, sepse publiku ka nevojë për njerëz të tillë, për të mësuar gjëra të reja, gjëra interesante. Ju jetoni midis Kosovës, Shqipërisë, Italisë, për Italinë folëm dhe kush ka qenë e ka parë sadopak se çfarë bote tjetër është atje dhe pse mos të marrim nga gjërat e mira. Po, mire ke po ty duhet, po edhe ne kemi për t'ju dhënë, edhe ne kemi për çka t'ju japim të tjerëve. Ndonjëherë ne pozicionohemi në mënyrën jo aq të mirë të mundshme, por ne kemi plot gjëra, plot vlera që mund t'ua japim të tjerëve. Edhe vetëm duhet të mësojmë, duhet të dim. Po pra. Te dia është çelësi çdo gjëje. Majlinda, të falenderoj shumë që ishe, shumë suksese dhe të presim herën tjetër për librin e radhës. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve, mirupafshim. Mirupafshim.